Nga ana ekonomike, nga kapacitetet që ka, sigurisht që është me shumë fish më e fuqishme se Rusia ekonomikisht e Europa. Mund të marrim edhe ekonominë e Gjermanisë më vete, që është më e fortë se ekonomia ruse. Por këtu nuk bëhen GDP-ja të luftoj, domethënë në fronte larg qoftë nëse plas lufta. Ka një sër ne themi faktesh të tjera që influencojnë në përgatitjen dhe për çfarë arsye atë Rusia nga le të themi vlerësime të ndryshme ndërkombëtare mbahet si ushtria numër 2 në botë. Nuk është GDP ajo që përcakton këtë gjë. Kuptohet që industria dhe themi ekonomia ruse është shumë e orientuar dhe militarizuar në këtë moment dhe zyrtarisht flitet që 6.8% e GDP-së është për ushtrinë, domethënë për shërbimet militare. Nga ana tjetër, Rusia ka tashmë një provojë ushtarake të luftrave të ndryshme të zhvilluara që nga kohët domethënë ku ka qenë shumë më e dobët, ku ka pasur problemin e Çeçenisë, por dhe mëtej në Kaukaz dhe është rregjur në luftra tashmë. Ushtritë europiane unë tash nuk dua të logjikoj që mund të ketë hipotetikisht një luftë mes Europës dhe Rusisë, është e pamundur të ketë më luftra të tilla. Por gjithsesi po të flasim hapur për sa i përket fuqisë ushtarake, vërtet Europa pas edhe Bashkuara të Amerikës nuk ka ndonjë fuqi të jashtëzakonshme që mund të ishte problem për Rusinë e tanishme. Problemi mund të jetë vetëm në qoftë se NATO si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ashtu gjithsesi kjo do të sillte në një luftë të tretë botërore në asgjësimin e të dyja palëve dhe jo të fitores së njërës palë. Po është e qartë që me Rusinë nuk duhet luftuar, por duhet të zgjedhur mënyra për të koekzistuar. Zoti Puma, për shkallëzimin e retorikës mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve europian sa i përket Groenlandës, nuk e ka lënë indiferente Moskën. Kemi parë teksa komenton vazhdimisht lidhur me çështjen, duke dalë në krah të presidentit Trump në disa raste. Si mendoni se mund ta shfrytëzojë Moska këtë krisje mes aleatëve dhe ato që po perceptohen si një përpjekje nga ana e Trump për të strukturuar një rend të ri jo aq të mbështetur në rregulla? Po që në perëndim është kaos në marrëdhënieve ndërshtetërore, kjo është e qartë dhe kjo nuk mund të mos inkurajojë Rusinë, mendoj. Nga ana tjetër, nga ana zyrtare, Rusia nëpërmjet kanaleve të Ministrisë së Jashtme apo përfaqësisë së vet në OKB e ka dënuar në një farë mënyrë në një formë domethënë diplomatike, domethënë hapat e administratës amerikane dhe formalisht ka deklaruar që është për respektimin e integritetit toksor të mbretërisë së Danimarkës. Pra dhe përfshirë dhe Groenlandën. Nga ana tjetër, presidenti Putin ka deklaruar, e kam parë vetë atë intervistë, kur deklaron që neve nuk kemi të bëjmë, nuk është çështja jonë ajo Groenlanda, s'kemi të bëjmë fare me këtë punë, pra si thuash landuar nga kjo temë, dhe në një formë mënyrë indirekte le të kuptoj që nuk është aq kundra që Shtetet Bashkuara të Amerikës të afronin, të glabronin Groenlandën. Kjo gjë është interesante nga të gjitha drejtimet dhe mass mediat ruse nganjëherë sjellin edhe lajme kurioze, historike, biles nganjëherë kur për shembull deali i fundit, domethënë marrëveshja e fundit apo shitblerja e fundit mes mbretërisë së Danimarkës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në vitin e revolucionit socialist të tetorit në Rusi në 1917.